Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit të rinj për të rinjt në Trishë Korça. Sot do të flasim për një program që jo vetëm pasyron jetën e të rinjve në Korçë, por e lidh qytetin tonë me rritin evropian të solidaritetit. Bëhet fjalë për korpusin evropian të solidaritetit, ESC, një program që i sjell të rinjt me pranë kulturës, përvojave dhe vlerave europiane. Në bashkim me shoqatën përtej barierave, si dhe me qendrën rinore të Korçës, Korça ka mirëpritur prej disa muajsh disa vajza nga Franca, të cilat po kontribojnë në qytetin tonë me aktivitete edukative, kulturore, si dhe artistike. Pikërisht vajzat ne i kemi sot të ftuara në studio për të na folur më tepër për përvojën e tyre dhe për të shpërndarë me ne disa prej reflektimeve të tyre si dhe energjinë e tyre pozitive. Gjithashtu, kemi të ftuar edhe dy vajza që do të na ndihmojnë me përkthimin, të cilat vijnë nga liceu i shkollës Raqi Qirinxhi. Fillimisht jemi me Ivana Vasilin. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Përshëndetje vajza. Si fillim mund të prezantoheni dhe të na thoni nga cila zonë e Francës vini? Bonjour les filles. Bonjour. Pour commencer, vous pouvez nous dire votre nom et la zone que vous venez de France. Je m'appelle Pauline et je viens de Nancy, du nord-est de la France. Unë quhem Pauline dhe vi nga Nancy e Francës. Et moi c'est Leila, je suis de Aix-en-Provence. Dhe unë jam Leila që vi nga Aix-en-Provence, provinca Aix. Gëzojmë. Vajza, si vendosët ju që të bëheni pjesë e këtij programi dhe gjithashtu cila ishte arsyeja kryesore që ju motivoi për të marrë pjesë? Comment vous avez décidé de faire partie dans le programme ESC et quelle était la raison que vous a motivé? J'ai voulu prendre une année de césure et avant de faire un master en géopolitique et du coup je voulais avoir de l'expérience de terrain et je pensais que c'était le bon programme du coup pour avoir l'expérience. Pauline thot që përpara se unë të vazhdoja masterin për shkencat politike, do donte që të bënte pak praktik, të merrte një eksperiencë të re dhe kjo është arsyeja sepse zgjodhi pikërisht Shqipërinë. Et moi j'ai terminé mon master et je voulais avoir de l'expérience et je suis déjà venue en Albanie. Donc pour moi c'était un peu comme une évidence. Edhe unë thot Leila, kam mbaruar, do të thënë përpara se të vazhdoja më tej, pas masterit, do doja që edhe unë të bëja pak praktik dhe të merrja një eksperiencë të re, sepse kisha ardhur edhe më përpara në Shqipëri dhe ishte një ide e miq. Si ishte kontakti juaj i parë me shoqatën përtej barierave dhe me idenë që do të vinit në Shqipëri? Comment c'était le premier contact avec l'association Beyond the Horizons et l'idée que vous avez pour venir ici en Albanie? Ça s'est super bien passé, ils ont été très réactifs, on a eu plusieurs interactions avec eux et ils nous ont expliqué les missions et comment ça allait se dérouler. Kaloi shumë mirë, ne patëm disa interaksione, disa biseda me ta dhe shkoi vërtet shumë mirë. Vajza, më flisni pak për aktivitetet kryesore që ju jeni angazhuar që kur keni ardhur në Korçë. Quelles étaient les activités principales que vous étiez engagés dès le moment que vous êtes arrivé ici à Korça? Du coup, les activités principales, c'était de travailler au centre de jeunesse de la ville, de faire des cours de conversation à l'Alliance française et aussi d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos pour l'association. Në momentin që ne erdhëm në Korçë, disa nga aktivitetet kryesore që ne organizuam ishin disa aktivitete në qendrën rinore të Korçës, gjithashtu të bënim mësim, do të thënë disa mësime duke bashkëbiseduar me nxënësit dhe gjithashtu disa video, të krijonim disa video për aktivitetet tona. Vajza, ju jeni gjithashtu pjesë e bashkëpunimit me Aleancën Franceze. Si zhvilloni kurset e gjuhës dhe punët kulturore? Vous êtes aussi au contact avec l'Alliance française. Comment vous faites les activités ou le programme? Ok.
Du coup, on travaille avec toi notamment Oui. et on fait des ateliers de conversation. Du coup, c'est pour vous aider à préparer l'oral de votre épreuve de français. Et nous, on choisit toujours un thème sur lequel vous pouvez être interrogé et on crée souvent des débats autour de ces thèmes-là. Oui. Il y a aussi des ateliers de théâtre où on vous aide à prononcer correctement et on organise aussi quelques activités ludiques. Bëjnë disa aktivitete shumë të rëndësishme, sidomos me ne, sepse dhe unë kam qenë pjesë e tyre. Na ndihmojnë për shembull si të flasim për disa tema që ne do na duhen më pas për t'i mbrojtur edhe për gjuhën tonë franceze në Delf. Por gjithashtu na ndihmojnë edhe me përkthimet për pjesa të ndryshme teatri dhe fjalët që mbase ne mund të mos i kuptojmë, dhe ato na i shpjegojnë duke na ndihmuar me gjuhën. Po për ty Ivana, si ka qenë kjo eksperiencë, pra marrja pjesë e të qenurit pjesë në Aleancën Franceze, siç e the edhe me kurset? Patjetër ka qenë shumë interesante, sepse ka pasur edhe herë të tjera kur në Aleancë Franceze kanë qenë francezë, por që me vajzat, meqense ato janë edhe franceze pak që na kuptojnë më tepër, dhe edhe komunikimi me to ka qenë vërtet shumë i mirë. Kemi mësuar shumë fjalë të reja në lidhje me komunikimin e përditshëm, kemi pasur biseda të ndryshme, jo vetëm për temat e ndryshme që ato na kanë dhënë për të folur, por gjithashtu kemi folur edhe për gjëra të tjera të jetës së përditshme, ato kanë ndarë me ne eksperjenca që mund të kenë kaluar në Francë dhe ne këtu në Shqipëri, ju kemi treguar për vendin tonë, për Korçën, dhe ka shkuar vërtet shumë mirë. Pra keni kaluar shumë mirë bashkë. Po. Po komuniteti korçar si ju ka pritur ju vajza dhe çfarë ju ka befasuar më shumë? Comment c'était la communauté de Korça? Vous étiez émerveillés par quoi ou qu'est-ce que vous avez plu? Moi, j'ai beaucoup remarqué l'hospitalité des gens. Tout le monde est très gentil avec nous. Et c'est une ville où on a pu vraiment découvrir les traditions albanaises. Peu de gens parlent anglais, du coup on était forcés d'apprendre un peu et ça m'a beaucoup plu. Ne komuniteti Korçar na ka pëlqyer shumë thot dhe njerëzit ishin shumë mikpritës. Faktikisht kishte shumë pak njerëz që flisnin anglisht, kështu që do duhej që ne të mësonim pak, por që jemi kënaqur. Po për Leilën si ka qenë? Et pour toi? L'hospitalité aussi, les gens sont très très gentils et très serviables. La nourriture aussi. Ju kam pëlqyer gjithashtu traditat, edhe Leila thotë që ishin vërtet mikpritës, por përveç kësaj traditat, ushqimi dhe kultura korçare. A ka ndonjë traditë, zakon ose ushqim siç e përmendet ju që ju ka lënë më tepër përshtypje? Est-ce qu'il y a les nourritures spécifiques ou les traditions spécifiques que vous avez dans votre tête et vous avez plu, du coup? Trana. Trana. Qofte. Qofte. Po për vajzën tjetër? Et pour toi? Les danses, j'ai beaucoup aimé. On est allé voir des sérénades et écouter des musiques traditionnelles albanaises et des danses, ça m'a beaucoup plu. I ka pëlqyer më tepër kërcimet dhe muzika shqiptare. Bëhet qefi. Po ndryshimin kulturor Shqipëri-Francë si e përjetoni dhe çfarë keni mësuar nga jeta këtu? La différence culturelle entre France et Albanie. Qu'est-ce que vous avez appris par la vie ici et voilà. La gentillesse des gens. Ils sont vraiment très serviables et disponibles. Si on a besoin d'aide, ils sont là. Ju kam pëlqyer më shumë sjellja e shqiptarëve, janë shumë disponibël gjithmonë për të ndihmuar dhe vërtet të shërbejnë gjatë gjithë kohës kur ju kërkon diçka. A mendoni ju vajza se kjo eksperiencë ju ka ndihmuar ju në zhvillimin tuaj qoftë profesional, por edhe personal? Vous pensez que cette expérience vous a aidé personnellement et aussi professionnellement? Oui, ça nous aide à sortir de notre zone de confort sur le plan personnel, prendre confiance en nous, tester de nouvelles activités. Na ka ndihmuar që të dalim nga zona e komfortit
dhe thjesht të testojmë gjëra të reja për veten tonë, të mësojmë më shumë, të zbulojmë më tepër. Et vivre à l'étranger, je trouve que c'est une expérience que tout le monde doit faire. Ça nous fait grandir. J'avais fait Erasmus avant et je trouve que ça m'aide encore plus là. Dhe mendoj që të provosh të jetosh jashtë vendit, domethënë jashtë shtetit, është një eksperiencë shumë e mirë sepse të ndihmon edhe të rritesh vetë. Prandaj edhe unë thot Polina kam provuar edhe Erasmusin ku kam ardhur. Çfarë do të thoshit të rinjve shqiptar që duan të aplikojnë për programe si Erasmus apo ESCA? Qu'est-ce que vous disiez aux jeunes qui veulent appliquer au Erasmus ou ESC? De le faire. Tu t'abonnes. Ouais, parce que ça va leur apporter beaucoup professionnellement et personnellement en parlant. Sepse do i ndihmoj vërtet shumë profesionalisht, por edhe personalisht. Duke qenë se ju keni kaluar rreth 1 muaj e gjysmë tani në qytetin e Korçës. Si është dukur kjo eksperiencë, pra të qenurit pjesë e këtij programi? A do doni që të merrnit pjesë përsëri ose a do t'ja rekomandoni të tjerëve? Alors, vous avez environ 1 mois et demi ici. Comment c'était l'expérience et vous conseillez pour les autres de suivre ça et de faire ça aussi? Oui, parce qu'on apprend beaucoup et on est un groupe, donc on se développe ensemble et on apprend la culture du pays qui nous accueille et c'est incroyable. Është vërtet e mrekullueshme thot, sepse dhe sigurisht që doja u këshillonim edhe të tjerëve ta provonin këtë eksperiencë, sepse ne jemi një grup i madh dhe është shumë mirë të njohësh dhe gjithashtu të mësosh rreth një shteti tjetër. Ju vajza i dokumentoni aktivitetet dhe gjithashtu edhe përvojat tuaja që keni kaluar në rrjetet sociale. Sa e rëndësishme mendoni se është pikërisht ky promovim për programin tuaj? Vous documentez les activités et votre expérience dans les réseaux sociaux. C'est comment l'importance de faire partie de ce programme? De faire des vidéos? Oui. Je sais pas trop quoi dire. Tu sais? Ça permet de promouvoir l'association de manière ludique parce que tout le monde aujourd'hui utilise les réseaux sociaux et donc on touche plus de personnes et c'était sympa à faire. On a fait pas mal de vidéos et promouvoir, développer. Non. Ça permet de développer les réseaux sociaux et de toucher plus de jeunes. Kjo na ndihmon ne që të promovojmë dhe gjithashtu të zhvillojmë akoma dhe më tepër rrjetet tona sociale dhe gjithashtu të mbështetim dhe të rinjtë. Et puis l'association, elle existe depuis très longtemps, mais c'est la première fois qu'il y a des volontaires à Korça. Du coup, c'était aussi important de montrer, de donner envie à d'autres de venir à Korça. Shoqata në fakt ka qenë edhe më përpara, por ishte era e parë që vinin vullnetare, të cilat jepnin një ndihmës për të. Vajza, dhe si përfundim në qoftë se keni ndonjë mesazh për të na dhënë. Cili do jetë ai mesazh? Si vous avez un message de dire que vous voulez Ndoshta për të rinjtë të tjerë që duan të marrin pjesë në programe të tilla. Par exemple, pour les autres jeunes qui veulent faire partie dans les programmes. De se lancer et que de toute manière, ce sera toujours une bonne expérience. Do të jetë gjithmonë një eksperiencë shumë e mirë, prandaj vlen ta provoni. Et on est bien entouré, on reçoit de l'aide et c'est vraiment la meilleure expérience à faire dans sa vie. Dhe jemi të rrethuar nga njerëz vërtet të mirë dhe është një eksperiencë vërtet shumë e mirë për jetën. Shumë faleminderit vajza. Shumë faleminderit. Merci beaucoup. Miq, do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me të ftuarat e radhës për të folur sërish për këtë eksperiencë dhe këtë program. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio për të folur edhe një herë për programin e vullnetarizmit ESC në Korçë. Korça ka mirëpritur 4 vajza nga Franca për të kontribuar me aktivitete edukative, artistike si dhe ndërkulturore.
Ndërkohë në studion tjetër paralele jemi me vajzat e këtij programi dhe gjithashtu këtë radh me përkthimin do të na ndihmojë Roksana Vasili, gjithashtu nxënëse e liceut të Raqi Qirinxhi. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Bonjour. Bonjour. Përshëndetje vajza, si fillim mund të prezantoheni ju lutem dhe të na thoni se nga cila zonë e Francës vini? Vous pouvez vous présenter et dire de laquelle zone de la France vous vivez. Ok, Vous venez. ça marche. Bon, bah, je m'appelle Dania du coup et je viens d'une petite ville juste à côté de Marseille, dans le sud de la France. Quhet Dania dhe vjen nga një fshat i vogël, ngjitur, një fshat i vogël në Francë. Je m'appelle Claire et je viens de Paris. Quhet Claire dhe vjen nga Parisi. Vajza, si vendosët që të bëheshit pjesë e këtij programi? Cila ishte arsyeja që ju motivoi për të bërë pjesë? Vous avez décidé d'être part de ce programme et quelle est donc la motivation pour ça? Alors j'avais du temps à perdre juste avant des concours de journalisme que je passe en France en janvier et j'ai toujours voulu voyager, en particulier dans le sud-est de l'Europe puisque j'ai des origines grecques et j'avais beaucoup entendu parler d'Albanie et je voulais découvrir l'Albanie. Claire ka dashur ta vizitojë Shqipërinë sepse në fakt ka prejardhje greke dhe gjithashtu nuk donte të humbiste kohë pasi mbarovi kursin e gazetarisë dhe domethënë kishte dëshirë të madhe të vizitonte Shqipërinë. Et toi? Pour ma part, du coup, je viens de finir mon master et j'ai postulé à plusieurs offres d'emploi et notamment de missions de volontariat. Celle-ci notamment, et du coup, bah, j'ai essayé. Thotë që I ka shtyr disa herë eksperiencat me vullnetarizmin dhe tani vendosi që të bëhet pjesë e kësaj eksperience më në fund. Shumë mirë. Vajza, po kontakti juaj I parë me shoqatën për te barierave dhe me idenë që do vinit në Shqipëri, si ishte? Quel est votre premier contact avec l'association et donc votre impression? Du coup, premier contact, ça a été via téléphone, du coup, on nous a un petit peu présenté, pour ma part, les missions et qu'est-ce que ça va être. Et ensuite, quand on est arrivé à Tirana, où on est parti dans les locaux, où on nous a très bien accueillis, on nous a un petit peu expliqué ce qui allait se passer. Si fillim, kontakti I parë ishte me telefon, që njoftuan për të bërë pjesë e kësaj eksperience, dhe më pas ato erdhen në Tiranë, ku takuan edhe vendasit dhe kaloi shumë mirë. Et ensuite, on a travaillé à Korça et on a pu travailler grâce à Dora, notre superviseuse locale, qui nous a permis d'être en contact ensuite avec d'autres institutions. Kemi punuar këtu në Korçë dhe falë supervizores së tyre, Dorës, kanë kontaktuar dhe me organizatat të tjera këtu në Korçë. Si ka qenë puna juaj këtu në Korçë, si eksperiencë? Ça c'était comment le travail ici à Korça? Ça a été une expérience qui a été très chouette, très sympathique. On a pu faire beaucoup de choses différentes et entre autres, on a pu donner des cours de français, ce qui a été ma partie préférée personnellement. Ishte shumë simpatike, shumë e bukur. Gjithashtu kemi dhënë edhe kurse në frëngjisht dhe kjo është pjesa ime e preferuar, thotë Kleri. Oui, clairement, je pense que c'était la meilleure partie. On a fait également de la lecture, donc comme disaient les filles tout à l'heure, avec atelier théâtre où on vous fait lire un petit peu. Et c'était super intéressant d'apprendre à vous connaître et aussi de vous apprendre quelque chose. Është e njëjta gjë, I ka pëlqyer më shumë pjesa ku duhet të merrej me përkthimin e fjalëve, domethënë të një pjesë teatrore që neve zhvillojmë në lice. Dhe domethënë kjo ka qenë pjesa më e bukur për ta. Po, dua të pyes pak për kursin. Pse ju ka pëlqyer kaq shumë kjo pjesa e mësimdhënies në kurs? Pourquoi vous avez aimé les cours de français les plus? Tu veux commencer? Ouais. J'ai déjà, en parallèle de mes études, donc fait des cours de français à des élèves. J'aime énormément faire ça, donner des cours. Donc là, ça m'a un peu permis de refaire ça, mais avec des élèves et des personnes qui sont étrangères en Albanie, avec une toute autre culture. Et j'ai trouvé ça fascinant.
Ka bërë edhe më përpara kurse frëngjishteje me nxënës të tjerë, mirë po ishte ere parë që bënte kurse frëngjishteje me të huaj, do me thënë shqiptar, dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Pour ma part, c'était surtout une expérience qui était un peu challengeante, puisque comme Dania, j'ai donné des cours en France, mais surtout à des enfants, et des enfants français qui plus est. Donc avoir des jeunes albanais avec qui discuter, avoir un lien un peu plus proche, c'était aussi très intéressant. Ishte shumë interesante, më përpara ka dhënë disa kurse frëngjishteje për fëmijë francezë me të cilët mund të kuptohet akoma dhe më mirë, kështu që ishte pak sfiduese, meqense ne jemi të huaj, por edhe për të një eksperiencë shumë e mirë. Vajza, ju jeni gjithashtu pjesë e bashkëpunimit me Aleancën Franceze. Tani dua të pyes përsëri si zhvilloni kurset e gjuhës dhe punët kulturore. Vous faites part de l'Alliance française, comment vous organisez les cours et les activités là-bas? On est en lien avec... désolée, je commence. On est en lien avec une professeure de français, votre professeur de français, Vasiliki Koumé, qui nous a permis en fait avoir plusieurs créneaux où on avait l'occasion de faire des cours de français et ensuite on les fait ensemble. Kanë qenë në kontakt me profesorin tonë të frëngjishtes, Vasiliki Koumé, cila I ka vendosur më në kontakt me të gjitha aktivitetet që ne organizojmë në lice dhe këtu në Korç, lidhur me frëngjishte. Oui, en fait, on fait des petites réunions où elle va nous proposer des créneaux horaires et nous, on va se décider sur quand est-ce qu'on y va et ensuite on se sépare du coup en deux et on prend les élèves et on fait des groupes en fonction de vos besoins. Pra ajo I njofton për të gjitha aktivitetet dhe vajzat më pas vendosin nëse duan të marrin pjesë apo jo dhe ndahen në grupe 2 nga 2 për të marrë pjesë. Vajza, ju keni qenë në rolin e mësueses, pra për t'ju mësoni të tjerëve gjuhën franceze. Po ju a keni mësuar ndo pak nga gjuha shqipe me periudhën që ju keni qenë këtu për aq kohë sa keni qëndruar? Vous étiez dans la rôle de maîtresse pour le français, mais vous avez appris des mots albanais ou un peu d'albanais vous-même? Pour ma part, très très peu. Je pense que j'ai surtout retenu po, yo, pafshem et c'est les principales. Et palimenderit. J'ai peut-être un tout petit peu plus de mots, mais pas beaucoup plus. J'ai appris hier à dire orange, portokal, palimenderit. Pak fjalë më shumë, por jo daq. Et des petites expressions aussi que j'aime bien, comme Dizzy Fiongo. Je sais pas si... Fiongo. Voilà, rien de plus personnellement. Asgjë më shumë, të kaq. S'ka problem, basta më mësoni dhe më vonë. Po si ju ka pritur komuniteti korçar dhe çfarë ju ka befasuar akoma më shumë? Comment était l'hospitalité ici en Korça, à Korça, et donc quelle est votre impression sur ça? Dans tous les cas, c'était incroyable. Je pense que toutes les personnes qu'on a rencontrées étaient gentilles. Elles ont essayé de nous faire sentir chez nous. Et si on avait besoin de quoi que ce soit, bon ben, on peut les appeler au téléphone ou aller prendre un café, même si c'est en dehors du travail. Et ça, c'est vraiment chouette. Ishte njerëzit këtu janë shumë të sjellshëm, thotë, dhe shumë mund t'i marrësh në telefon edhe pas orarit të punës, dhe ata janë të gatshëm që të pinë një kafe me ty, të kalojnë kohë. Nuk ndodh kjo gjë në Francë? Ça, c'est pas comme ça en France? Non. Jo, nuk është kështu. Pas du tout. C'est beaucoup plus formel. As pak është më formale. No. De manière générale, même je viens de Paris et les gens à Paris sont bien plus froids ici qu'en Albanie. À chaque fois que j'ai eu un problème dans la rue, on est vraiment venu m'aider, parfois même des groupes entiers de personnes qui sont venues m'aider. Et pour moi, ça, c'est du délire. J'ai jamais vu ça ailleurs. Ajo jeton në Paris dhe në Paris thotë që njerëzit janë të ftohtë, por këtu në qoftë se ka pasur ndonjë problem, kanë ardhur grupe njerëzish për ta ndihmuar edhe kanë qenë atje për ta.
E po Korça quhet Paris i vogël. Le Korça, c'est le petit Paris. Oui, le petit Paris. Vajza, a do të doni të jetonit në Shqipëri? Vous avez envie de vivre en Albanie? Pour ma part, Korça, je sais pas, parce que c'est une vraiment petite ville et j'ai l'habitude d'être à côté de Marseille et d'avoir beaucoup plus d'activités à disposition. Mais je viens de visiter Tirana ce week-end et j'ai beaucoup aimé, donc qui sait. Në Korçë nuk besoj, sepse është qytet i vogël, Po, Dhe të unë drejtë. jam ngjitur Marseilles, që do me thënë në krahasim me Korçën është shumë e madhe. Por ato kanë vizituar këtë javë që kaloi edhe Tiranën dhe atje mbase thot. Po, Tirana është vend i bukur. A keni vizituar ndonjë qytet tjetër në Shqipëri? Vous avez visité des autres villes en Albanie? Oui, on a eu la chance d'en visiter beaucoup, enfin, pas mal pour le coup. Permet, Gjirokastër, Saranda, on a vu Pogradec, oui, comme Oui, Pogradec oui. aussi. Et pour l'instant, c'est tout. Kanë pasur mundësinë që të vizitojnë disa, Gjirokastrën, Sarandën, Pogradecin. Cila ka qenë Cila i preferuari për ju? Quelle est votre ville préférée? Tirana. Tirana, J'ai beaucoup aimé Gjirokastër. Gjirokastër. A keni vizituar muzeume ose qendra të tjera kulturore në Shqipëri? Vous avez visité des musées ou des autres centres culturels? Ndoshta edhe në Korçë. Ici à Korça peut-être. Oui, on a vu le musée de l'éducation, du coup. Et tu en as vu un autre, il me semble. Personnellement, j'ai vu le musée des arts nationaux médiévaux. Ok. Et c'était très beau, avec toutes les idoles. Po, kam vizituar disa muzeume këtu në Korçë, për shembull muzeumin e arteve të Artit vjetra. mesjetar. Po, artit mesjetar. Po, çfarë ju pëlqen më shumë nga Shqipëria si vend? Qu'est-ce que vous préférez de l'Albanie comme endroit? Duke qenë se ju keni vizituar qytete të ndryshme, çfarë Vous avez përshtypje ju kanë lënë? visité beaucoup de villes. Qu'est-ce que vous aimez? Ok. Tu veux commencer? Non, j'ai pas vraiment d'idée, donc vas-y. Ok, ce que j'ai préféré, c'est pas un endroit particulier, mais c'est les paysages quand on était sur la route pour aller à Gjirokastër. C'était incroyable, vous avez des montagnes partout. Et crois-moi, c'est pas comme ça chez moi, donc c'était vraiment, vraiment beau. Pejsajet, për shembull, gjatë rrugës që po shkonim në Gjirokastër, ishin shumë të bukura. Keni male kudo përreth, edhe nuk është kështu në Francë, prandaj ju ka pëlqyer shumë. Et pour ma part, c'est davantage le charme du pays de manière générale. Je trouve que le pays a énormément de charme, que ce soit au niveau des paysages, au niveau des villes, et même la manière dont les gens se comportent. Il y a quelque chose de plus humain, je trouve, que ce que je vois en France personnellement. Për Klerin është charmi i peisazheve i vendit në përgjithësi, që është akoma dhe më tërheqës se sa mund të jetë në Francë. Vajza, mbase jo vetëm në Korçë, por edhe në vendet e tjera që ato kanë vizituar në Shqipëri. A ka ndonjë traditë apo ushqim apo dhe zakon shqiptar që ju ka bërë akoma më shumë përshtypje? Dans les autres villes d'Albanie que vous avez visitées ou ici à Korça, quelle est une coutume que vous avez une bonne impression? Je crois qu'on appelle ça le Besa. Besa, non? Ah oui. Là, c'est l'hospitalité, c'est ça? Dhënia e besës, që Kleri mendon që është mikpritja. Une coutume, je Vous saurais. avez aimé la danse, Ah, on a vu les tenues aussi, traditionnelles notamment. veshje C'était très belle. tradicionale. Unë i pyeta nëse kanë pëlqyer kërcimin tradicional, vallen. Oui. La danse de la grande montagne aussi, quelque chose comme ça. Kërcimin e malësisë të madhe. A ka ndonjë traditë ndoshta edhe në sjelljen e shqiptarëve që ju do doni ta kishit edhe në Francë? Donc, il y a des traditions, des coutumes que vous avez envie d'avoir en France.
En vrai, je trouve ça chouette d'avoir les tenues traditionnelles et les danses traditionnelles par région. Et ça, en France, on l'a un petit peu, mais ça se perd dans beaucoup d'endroits parce que maintenant c'est très mondialisé, donc on le retrouve plus partout. Et je trouve que ça serait chouette de retrouver ça en fait un petit peu partout dans tous les coins de la France. Këtu në Shqipëri ka veshje tradicionale për secilin qytet, ndërkohë që në Francë, në disa vende kjo gjë humbet. Prandaj kjo është gjëja që do donte të kishte edhe në Francë. Si e përjetoni ju ndryshimin kulturor nga Shqipëria në Francë dhe çfarë keni mësuar ju nga jeta këtu? Donc, c'est quoi votre impression sur le changement culturel entre l'Albanie et la France et qu'est-ce que vous avez appris sur la vie ici? Personnellement, c'est la gentillesse qui m'a marquée ici et une humanité qui était bien plus importante quand même que ce que j'ai pu vivre en France de manière générale. Une forme de cohésion. La communauté est beaucoup plus importante, je trouve, que dans notre pays. Është kohezioni, është sjellja e njerëzve janë shumë të sjellshëm, që është shumë e mirë këtu në Shqipëri se sa në Francë. Pour ma part, qu'est-ce que je dirais Je sais pas, je pense que la grosse différence que j'ai vue, c'est l'aspect, en tout cas à Korça, petite ville, où quasiment tout le monde se connaît, où on va savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la rue. Il y a beaucoup plus d'échanges. Et qu'est-ce que j'ai appris sur la vie? Je pense que j'aimerais plus être comme ça chez moi, donc pouvoir avoir des gens que je connais et aller discuter avec eux dans la rue. Oui. Meqense Korça është një qytet I vogël, ju pëlqen shumë që të gjithë njerëzit këtu njihen me njëri tjetrin dhe ajo do donte që edhe në Francë të ishte kështu që të takonte gjatë gjithë kohës njerëz të cilët I njeh. Vajza, si mendoni kjo eksperiencë ka ndikuar në zhvillimin tuaj personal dhe profesional, në çfarë mënyrë ka ndikuar pra? Ça c'était comment ça donc cette expérience dans votre changement personnel et Professionnel? Oui. À l'échelle professionnelle, je pense que c'est facile, étant donné qu'on donne des cours à des élèves, ça nous oblige à être plus autonomes, à être organisés aussi, être un peu mature et savoir quoi expliquer aux jeunes de manière différente s'ils ne comprennent pas. Donc c'est plein de qualités qui sont bien pour être professeur ou dans d'autres jobs auxquels on pourrait postuler plus tard. Në pjesën profesionale të dhënit mësim fëmijëve, ju kërkon që t'jenë më autonome, duhet të menaxhojnë situatën në mënyrë që fëmijët të kuptojnë dhe kjo është diçka e mirë. Et aussi, je pense que j'ai appris à faire preuve de plus d'initiative ici, à être un peu plus autonome, comme disait Damia, à faire preuve un peu plus d'audace aussi, puisque parfois il faut se débrouiller pour mettre en place certaines choses et c'est une manière aussi de grandir. Ouais. Edhe ajo të njëjtën gjë mendon, duhet të kesh më shumë guxim, duhet të jesh më e pavarur, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të rritesh si personalisht ashtu dhe profesionalisht. Vajza, po gjëja më e vështirë, cila ka qenë mbase kur keni dhënë mësim për shkolla? Quelle est donc l'expérience le plus difficile quand vous avez faire du cours dans les écoles? Peut-être justement vous comprendre quand vous commencez à parler entre vous. Vu qu'on connaît que quelques mots, c'est vrai que des fois on comprend pas tout ce que vous racontez et il faut faut que vous ralentissiez ou faut qu'on vous force en fait à parler un peu français. Mais à part ça, honnêtement, ça s'est vraiment bien passé. Pjesa më e vështirë është kur ne nisim të flasim shqip midis nesh dhe ju duhet që të kuptojnë përse po flasim ose të na shtyjnë që të flasim frëngjisht në mënyrë që dhe ato të kuptojnë. Po. Personnellement, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je pense que c'est à peu près le principal obstacle auquel on a dû faire face. Po, është e njëjta gjë, e njëjta pengesë që ka edhe Kleri. Çfarë do të thoshte të rinjve që duan të bëjnë pjesë të programeve si Erasmus Plus ose STC? Vous avez quelque chose à dire aux jeunes qui ils ont envie de faire part d'Erasmus Plus? Lancez-vous.
Si vous voulez faire partie d'un programme qui, avant tout, met en avant le volontariat et les expériences humaines tout en découvrant un nouveau pays, n'hésitez pas. Mos hezitoni, të gjitha eksperiencat që ju shtyni që të zbuloni një vend të ri, ndiqini. Bah, j'ajouterais aussi que, honnêtement, on a souvent peur de partir en voyage, que ce soit à échelle personnelle ou juste parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Et là, dans les deux cas, donc on va être accompagné. Et en plus de ça, il va quand même y avoir un soutien financier derrière au cas où si on n'en a pas, on n'en a pas beaucoup à la maison. Donc je trouve que ça permet de partir et d'avoir une super bonne opportunité de le faire. Do të keni një mundësi shumë të mirë, sepse gjithashtu jeni të mbështetur edhe financiarisht, jeni dhe të shoqëruar, edhe kjo e bën eksperiencën akoma dhe më unike. Vajza, ju lutem, mund të më thoni një eksperiencë komike që ju ka ndodhur, apo dhe një eksperiencë e trisht apo dhe e gëzuar? Vous avez des situations comiques ou tristes pendant votre... Plein. Shumë. Mais on a toujours réussi à s'en sortir et c'est pas ce qu'on retient donc. Por gjithmonë kemi arritur që të dalim nga këto lloj situatash edhe ja kemi dalë në fund fare. Bah, anecdote, on s'est perdu en cherchant les eaux thermales de Permet. Donc, on a cherché dans les montagnes dans la nuit pendant genre 1 heure pour trouver les eaux thermales. C'était très très drôle, mais c'est vrai que c'était une belle expérience. Kanë humbur një herë rrugën kur kërkonin një hotelin dhe janë sorollatur e një orë derisa ta gjenin. Edhe kjo është e qesharake për to. Kuptoj. Çfarë ju ka pëlqyer më shumë nga e gjithë kjo eksperiencë? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de cette expérience? Pour ma part, ça a été découvrir une nouvelle culture, je pense. Për Klerin ishte të zbulonte një kulturë të re. Je vais redire les paysages, mais aussi passer des moments avec vous. Honnêtement, par exemple, la dernière fois quand on a fait la soirée française, eh bien, c'était super chouette parce que ce soit juste faire des crêpes ou discuter, passer ces petits moments avec vous, c'était vraiment top. Pejsajet, po gjithashtu edhe për shembull gjatë mbrëmjeve franceze që ne organizojmë si në Aleancën Franceze, por edhe me nxënësit e tjerë të liceut, ishte shumë bukur të flisje me ju apo të bëj një krepa, të gjitha këto. Si janë mbrëmjet franceze që ju realizoni? C'est comment les soirs français que vous avez organisés? La soirée française? Ah, oui. Tu vois? Pour le coup, je pense que vous étiez 25 à peu près. Et on a fait plusieurs jeux. On a fait un Pictionary. On a fait des crêpes. On a beaucoup discuté, beaucoup ri, fait des jeux de cartes. Ishin 25 veta dhe kemi diskutuar shumë, kemi bërë lojra, kemi bërë krepa. A do t'ja u sugjeroni të rinjve të tjerë të Korçës që të merrnin pjesë, të bëshin pjesë të Aleancës Franceze? Donc, vous recommandez cette expérience aux jeunes donc de faire partie de l'Alliance française? Oui, de l'Alliance française, oui, forcément. Parce que de ce qu'on a vu, les professeurs sont très engagés, ils vont vraiment essayer d'être là pour vous. Et en plus, ils vous proposent des choses très ludiques, des activités comme des jeux. Ça va pas juste être des cours, ça va être de la conversation, ça va être de la lecture, mais ça peut être aussi beaucoup plus fun. Et ça, c'est super chouette au final. Donc c'est pas une perte de temps et en plus, entre vous, vous passez un bon moment. Është më qejf, sepse në Aleancën Franceze bëjnë edhe aktivitete përveç mësimit, bisedojmë midis nesh, gjithashtu. Vajza, a do doni që ta ribëni këtë eksperiencë? Vous avez envie de refaire l'expérience? De repartir dans un nouveau pays? Non, l'expérience ici, de refaire l'expérience ici. Peut-être rester un tout petit peu plus longtemps, mais pas forcément. Të qëndronim dhe pak më gjatë, por vetëm kaq. Ou alors de manière différente, proposer d'autres choses et éventuellement, maintenant qu'on vous connaît un petit peu plus, qu'on ait des jeunes qui soient un peu plus engagés et qui viennent et qui nous proposent des idées, des activités, ce genre de choses, ça pourrait être chouette. Tani që jemi njohur akoma dhe më mirë, do donte të qëndronte edhe pak, për të dëgjuar për shembull propozimet e ndryshme që kanë nxënësit, edhe të shkëmbejnë mendime.
Pra në qoftë se do ta ribanit këtë eksperiencë, do ta ribanit në Korçë në Shqipëri apo mbase në një vend tjetër? Ici à Korça, vous avez envie de refaire l'expérience ou dans une autre ville? Pourquoi pas dans une autre ville, oui. Pse jo në një qytet tjetër? Oh. A do të donit që në të ardhmen të riktheheshit përsëri në Shqipëri si turiste? Vous avez envie de revisiter l'Albanie comme un touriste? Pourquoi pas en vrai, en tant que touriste ça pourrait être chouette, mais après je pense qu'on a quand même eu l'occasion de le faire pendant les week-ends, donc oui, peut-être les villes qu'on n'a pas encore vues. Po, për shembull qytetet cila nuk I kanë parë akoma, megjithatë e kanë provuar pak si eksperiencë gjatë fundjavave. Et personnellement, c'est prévu. Je repars avec des copines pendant l'été prochain en Albanie. Për mua është e parashikuar, domethënë do të rikthehem në Shqipëri me shokët e mi. Oh, sa mirë. I përpresim. Très bien. Vajza, ju dokumentoni aktivitetet dhe përvojat në rrjete sociale. Sa rëndësishme është kjo pjesë për programin tuaj? Vous avez documenté toutes les activités dans les réseaux sociaux. C'est comment l'importance de ça pour vous? Ouais, non, c'est très important parce que en fait, ça permet déjà de promouvoir l'association. Ils sont connus, mais beaucoup plus à Tirana qu'à Korça, donc ça permet aussi aux jeunes de Korça de connaître l'association. Et en plus de ça, bon bah forcément, comme elle disait tout à l'heure, Leïla, il me semble, en fait, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très très vu par les jeunes. Si on se contente juste de mettre des posters, bon bah ça va pas être diffusé de la même manière. Donc ça permet vraiment de toucher un maximum de public. Është e njohur pak a shumë shoqata tashmë më shumë në Tiranë. Megjithatë, rrjetet sociale kanë një rëndësi shumë të madhe sepse na lejojnë që ta shpërndajmë më shumë informacionin sesa për shembull të vendosim postera sepse rrjetet sociale përdoren më shumë ditët e sotme. Kuptoj. Claire tha në fakt që e ka planifikuar që do të vi përsëri në Shqipëri me miqtë e saj. Si kanë reaguar miqtë tuaj kur ju keni treguar që ju do të vinit në Shqipëri ose kur ju keni treguar për eksperiencën tuaj tani? A kanë qenë ata të interesuar që gjithashtu të bëhen vizitues të këtij vendi? Quelle est donc la réaction de votre ami quand vous avez dit que vous qu'on partait en Albanie? Oui. De manière générale, ils étaient un peu surpris. L'Albanie, pendant longtemps, ça a été un pays qui a été fermé. Donc il y en a même eu certains qui étaient en mode c'est toujours ouvert, ou c'est enfin ouvert plutôt. Et je pense qu'ils étaient heureux pour la grande majorité que je parte faire un volontariat dans un pays qui avait l'air quand même assez beau à découvrir. Në fillim ishin të surprizuar sepse Shqipëria ka qenë një vend I mbyllur më përpara, mirë po e kanë pritur mirë dhe domethënë janë të kënaqur që ajo po bën një eksperiencë vullnetarizmi këtu. Pourquoi pas. Du coup, réaction de la famille et des amis, je pense que ça a été d'abord d'aller voir Séoul sur la carte. On n'est pas très doué au niveau géographie, c'est un tout petit pays. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins connu au final que, je sais pas si je dis New York ou Londres. Donc au final, d'aller voir qu'est-ce que c'est, et ça a pas du tout l'air, ça a pas l'air dangereux, ça a pas l'air, ça a l'air en fait chouette à découvrir, et du coup je pense que tout le monde avait envie finalement de voir en même temps que moi, et que je leur envoie des photos et que je leur montre un petit peu à quoi ça ressemble. Si fillim nuk e dinte ku ndodhej, prandaj ka hapur hartën për ta parë. Po pastaj I është dukur shumë mirë dhe besoj se të gjithë kanë dëshirë ta vizitojnë, thotë, dhe kërkojnë foto ose të vendit. Vajza dhe si përfundim, çfarë mesazhi të përgjithshëm do të doni t'i jepni të rinjve? En final, quel est votre message aux jeunes aujourd'hui? Pour les Albanais? Oui, pour les Albanais. Venez à l'Alliance française, on fait des cours super. E janë në Aleancën Francese sepse bëjmë kurse shumë të mira. Non. Et n'hésitez pas à profiter du programme pour venir en France ou dans d'autres pays et aller voyager et voir ailleurs parce que c'est super chouette comme expérience. Même si vous revenez ensuite ici, au moins vous aurez vécu quelque chose de super. Bëju një pjesë e programit sepse është mirë të vizitosh
vende të tjera, Shqipërinë gjithashtu. Ju falenderojmë shumë vajza për gjithë energjinë, sinqeritetin edhe kontributin që ju po i sillni qytetit të Korçës. Shumë faleminderit. Contribution et donc la sincérité. Merci à vous, c'était super chouette. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe për ty Roxana që na bëre të mundur komunikimin me vajzat. Falenderojmë dhe Ivanën në të cilin nuk e kemi në studio për momentin. Shumë faleminderit për kthimin e vajzave. Faleminderit ju. Atëherë ESC nuk është thjesht një program vullnetarizmi, por një urë që lidh kultura dhe krijon mundësi reale për zhvillim dhe profesional dhe personal. Ju faleminderit që na ndoqët në emisionin Rinj për të rinj për ditën e sotme dhe deri në episodin e ardhshëm. Mirupafshim.